Detajet e operacionit që çojnë në zbulimin dhe gjetjen e pilotit amerikan të avionit F-15E Strike Eagle, që ra të premte në territorin iranian, janë zbuluar nga mediat amerikane. Piloti amerikan mbijetoi 48 orë dhe u fshehej në male, edhe pse Irani lëshoi një shpërblim prej $60.000 për kokën e tij. Sipas Fox News, oficeri amerikan i sistemeve të armëve i zhdukur në Iran shfaqi aftësi të jashtëzakonshme mbijetese para shpëtimit të tij. Pasi doli nga një F-15E Strike Eagle, që u rrëzua herët të premte në mëngjes në Iranin jug perëndimor, ai thuhet se u ngjit në një kresht mali dhe qëndroi i fshehur atje për gati 48 orë. Koloneli ose përdori komunikim të koduar ose aktivizoi një sinjal të veçantë gjurmimi, duke ndihmuar forcat amerikane ta gjenin atë. Ky luftëtar i guximshëm ishte pas vijave të armikut në malet e rrezikshme të Iranit, ndërsa ndiqej nga armiqtan. Ai nuk ishte kurrë vërtet vetëm, shkroi Donald Trump në një postim, ku njoftonte shpëtimin e tij. Ndërkohë, sipas Axios, piloti u shpëtua brenda pak orësh nga rrëzimi i F-15-s, ndërsa ushtrisë amerikane ju desh më shumë se një ditë për ta gjetur dhe shpëtuar antarin e dytë të ekuipazhit. Forcat speciale amerikane u vendosën në terren në Iran të premten dhe pastaj përsëritën shtunën si pjesë e operacionit të kërkim shpëtimit, vuri në dukje Axios. Antari i dytë i ekuipazhit u gjet të shtunën dhe filloi operacioni i shpëtimit me gardën revolucionare të Iranit, që dërgoi gjithashtu forca në zonë për të penguar operacionin. Zyrtarët amerikanë kanë zbuluar korrespondentit të Al Jazeerës në Washington disa detaje të tjera rreth operacionit të shpëtimit për antarin e dytë të ekuipazhit të avionit F-15 të rrëzuar në Iran. Sipas informacioneve fillestare, operacioni filloi me të rënë errësira, por u zhvillua edhe në kushte dite, duke zgjatur për disa orë. Sipas informacioneve ende të pakonfirmuara, duket se amerikanët improvizuan një bazë ajrore të përkohshme në zemër të Iranit për të kryer mision kritik të shpëtimit të oficerit. Të paktën 2 avion transportit C-130 ulën në territorin armik për të marrë pilotin, por ngecën në tokë me rër, me motorët që përpiqeshin më kot të siguronin shtytjen e nevojshme për ngritje. Pilotët u përballën me skenarin më të keq pasi koha po mbaronte dhe forcat iraniane po nxitonin në zonë. Kur u bë e qartë se aeroplanët nuk do të ngriheshin, forcat speciale të ushtrisë amerikane të njohura si Delta vendosën të hidhnin në erë aeroplanët e tyre në tokë. Pra, 2 avionët amerikan C-130, të cilët do të përdoreshin për të evakuar pilotin, betën të bllokuar në rër dhe u shkatruan nga vetë forcat amerikane për të parandaluar që ata të binin në duart e autoriteteve iraniane. Megjithatë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike pretendon se avionët u rrëzuan nga zjarri iranian. Shpërthimet tronditën zonën, ndërsa 3 aeroplan të rinj mbërritën në vend për evakuimin e minutës së fundit. Zakonisht, misionet të tilla shpëtimi kryen nga forcat speciale me një largim të shpejtë të personelit të shpëtuar gjatë natës. Megjithatë, në këtë rast operacioni zgjati më shumë. Gazeta New York Times raporton se qindra ushtarë të forcave speciale dhe 10 avion luftarak dhe helikopter amerikan ishin dërguar për të gjetur antarin e ekuipazhit të avionit F-15 të rrëzuar në Iran.